Janë sekuestruar banesa dhe prona të tjera në vlerë mbi 2 milion euro në lagjen Mati në Prishtinë, për shkak të dyshimeve se ishin ndërtuar për ta mundësuar shpëlarjen e parave. Në prokurorinë speciale kanë thënë që pronat e sekuestruara janë të SHC, i arrestuar në muajin shtator të vitit të kaluar, bashkë me 2 persona të tjerë. Janë sekuestruar 20 njësi banesore në sipërfaqe të tërësishme 1788.41 m2 me vlerë të përafërt të tregut në lartësi 1.788.410 euro, 2 lokale afariste me sipërfaqe të tërësishme 167.54 m2 me vlerë të përafërt të tregut në lartësi 335.080 euro, 17 vend parkingje me sipërfaqe të tërësishme 241.96 m2 me vlerë të përafërt të tregut 145.176 euro, 6 depo me sipërfaqe të tërësishme 28.87 m2 me vlerë të përafërt të tregut 17.388 euro. Sipas PSRK-s, pasuria e sekuestruar ka vlerën e 2.2 milion euro. Prokuroria në shtatorin që shkoi pati lëshuar urdhër ndalues të përkohshëm për 39 banesa, 30 garazhe, 17 parcela toksore dhe bllokoi 5 xhiro llogari bankare. Mbastisja shkryer me qëllim të gjetjes së dëshmive materiale dhe arrestimit të dyshuarve, të cilët dyshohet që në periudhën kohore 2020-2024 kanë kryer veprat penale, mashtrim, falsifikimi i dokumenteve dhe legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë, me të cilat veprimet të dyshuarit dyshohet të kenë përfituar mjete materiale në vlera të mëdha, të cilat me pas me qëllim të futjes në sistemin financiar të RKS-s, kanë kryer veprime të shumta me të cilat dyshohen të kenë konsumuar veprën penale, shpërlarje e paras. Një nga të dyshuarit gjendet ende në Arati, që nga shtatori 2024.